Seanca plenare e kësaj të martëje ka nisur me debate për Komisionin e Reformës Territoriale. Deputetja e PD Sina Zhupa kërkoi që pika për ndryshimin e komisionit të hiqet nga rendi ditës, duke akuzuar mazhorancën se po vepron për të sjellë dështimin e reformës. Nuk është votuar në konferencën e kryetarëve dhe diçka e pa votuar në konferencën e kryetarëve nuk mund të futet për votim në seancën plenare. Partia Demokratike ka qenë gjithmonë e gatshme për të qëndruar vendimit që ka votuar këtu në kuvend, bashkarisht një vendim i votuar nga të dyja forcat politike për të bërë reformën territoriale. Marrëveshja ishte e tillë që nëse ju do të ishit pjesë e mbledhjes së ardhshme ku ju nuk morët pjesë, padyshim që ai projekt vendim nuk do të vinte këtu sot. Bashkryetari demokrat i komisionit Luciano Boqi tha se një komision i posaçëm nuk mund të thirret me urdhrin e bashkryetarit socialist, por me dakordësi dhe kritikoi mazhorancën për ultimatum ndaj opozitës. Jo vetëm kjo mbledhje, kjo është nul, dhe mbledhjet e tjera që i sillni si argument dhe i interpretoni si bojkot nuk janë thirrur në konsulencë me kryesinë e komisionit që përbëhet nga 2 bashkryetar pa zgjedhur sekretaren. Pra, ku është rregullorja e parlamentit këtu? Çfarë është pazari jemi këtu ne? Dua unë, ky është çmimi, s'dua unë, s'ka çmim. Kjo është e turpshme dhe më e turpshme ishte ai ultimatumi që u dha në konferencën e kryetarëve. Nëse doni të bëni parlament, bëni parlament. Nëse këtë parlament doni ta ktheni në koloni ndëshkimore për opozitën, bëheni. I morët gjitha, i morët avokatin e popullit, komisionet e posaçme, hetimorët nuk i lejoni, po mirë më merrni dhe komisionet e përhershme, pse nuk i merrni? Tauland Balla, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ironizoi opozitën për ndryshimin e qëndrimeve dhe u bëri thirrje të vendosin nëse do të vazhdojnë bojkotin e komisionit. Doli dje ky zotria, fakt pyeta edhe ChatGPT-n për ta kuptuar se çfarë tha se ishte vështirë ta kuptoje. Megjithatë, na ndihmuan djem dhe vajzat punëtor të palodhur gazetar për të kuptuar që ju jeni tërhequr nga bojkoti i Komisionit Posaçëm të Reformës Administrative Territoriale. I thash unë kryetarit, po ai bashkryetari nuk më la mua se unë kisha, se unë do iki, po serdhi se ishin ca, nuk bëhet dot mbledhja e komisionit me 8, sepse 8-a është gjysma e 16-s. Dhe ju ka lënë Luli pa shkollë, po 8-a e do dhe 1 të bëhet 9, që t'jetë gjysma, 1 më shumë se gjysma. Kaq. Dhe ne po ju themi, nëse ju vini, nuk ka nevojë ta ndryshojmë. Na e thoni këtë deri në darkë, se ju jeni në mëngjes keni mend tjera, në darkë keni mend tjera. Do presim deri në darkë që t'ju vinë mend e mbrëmjes në darkë. Tani unë nuk kam pas dyshime për inteligjencën e zotrisë paraforës që e ka nën mesataren dhe që ka nevojë për ChatGPT-n. Zoti Boqi ju tërheq vëmendjen për shkelje të kodit të etikës dhe përfyrje ndaj kolegëve. Po nëse do ishte kjo fjalia s'ka lidhje fare me. Nëse do ishte në proporcion, duhet të kishte tërheq vërejtje parafolësisht. Dhe unë e përcaktova, nuk ka pasur mbledhje të vlefshme që ju të përcaktoni apo jo prezencën tonë. Mbledhja e komisionit thirret në konsultim me kryesinë e komisionit. Ti ndroni këto komisione në mes rrugës si pas dëshirës dhe qefit tuaj, që të merrni ju shumicën, sepse ju doni të bëni çoçomere gjithë Shqipërinë, siç e keni bërë deri më tani me ndarjen si pas votave politike dhe jo si pas interesave të qytetarëve. Deputeti i Partisë Mundësia, Erald Kapri, u shpreh se opozita nuk duhet të bashkëpunojë me kryeministrin Edi Rama në këtë reformë, duke kujtuar gjendjen e rënduar të pushtetit lokal pas reformës së vitit 2015. E kam edhe një thirrje këtë për kolegët e opozitës. Duam të kuptojmë. Tani do bashkëpunohet apo jo me Ramën? Unë nuk e kuptoj se si mund të ulesh me Ramën kur Rama të kërcënon, kam numrat edhe nuk pyes për ty. Edhe i lutemi Ramës tani që na pritne në komision. Është e pamundur që me këtë kryeministër ku ka këtë dhunë kartoni të negociosh dhe të bësh reforma të mëdha.
e pam reformën e Ramës të 2015 të pushtetit lokal se çfarë ndodhi. Pushteti lokal është në gjendjen më të rëndë të mundshme dhe ne nuk mund ta tolerojmë këtë gjë. Partia Socialiste kërkoi të rishikojë përbërjen e komisionit të posaçëm për reformën administrativo-territoriale, duke zgjeruar në 17 antar, 9 nga Partia Socialiste dhe 8 nga opozita, me kryetar nga mazhoranca dhe 9 kryetar nga opozita. Mazhoranca tha se ky ndryshim u kërkua pas mungesës së opozitës në mbledhje, ndërsa PD mohoi bojkotin dhe paralajmëroi mundësinë e komisioneve paralele për propozimet e tyre.